të gjithë antarët e shtabit përgjithshëm, ishim 13 antarë shtabi përgjithshëm, duke përfshirë shefin e shtabit dhe gjithë të tjerët ishim antarë të armëve dhe të shërbimeve. Nga 13 ishim oficer amador, kolonel e lartë, ashtu major e lartë. Shqiptarë të Kosovës? Shqiptarë vetëm 2 veta ishim, unë dhe Bardhyl Tahiri, të tjerët ishim nga Shqipëria, të tjerët ishim kosovarë. Kishim mbaruar gjithë universitetin. Të gjithë ishin intelektualet, se shtonë... Në qartë, ishin profesionistë. Profesionistë, dhe kishin një vit në luftë. Dhe më kishin 2 vjet në luftë, dhe më kishin fituar përvojën në luftë, se akademia me mirë është lufta. Tamam. Dhe ky Ademi u thot, qafë zgjasnim shumë. Leta bëni, i thoni këti të Shqipënis, të bëj urdhrin e të kalojmë në luftë partizane. Se u vajte e 2 orë debat, dhe më në fund, pati shumë debate dhe u bindën që do... Vetëm me luftë partizane mund të përballojmë, sepse u i binda që mbrojtja më e mirë është sulmi. Dhe si të sulmojmë, vetëm dhe kështu do fuqizohet edhe UÇK-ja se do ketë luftë në gjithë Kosovën. Do ketë patur luftë në gjithë Kosovën, do furnizojmë me ushtarë. Se do të dihet shtëpia tjetër dhe do vi djali të marrakën. Kishit eksperiencë që u lebërit të shukur djeg një shtëpinë që del malit, ë? Por lufta shqiptare kështu fillon. Ashtu është. Edhe përgatitëm urdhrin, urdhë u që teksti shumë i shkurtër. Të vazhdoj luftimin në mbrojtje deri në fillimin e erësimit. Gjatë kësaj kohe të rriqet popullsia në rajonet që juve i keni të arsyeshme se mbrohet. Me të filluar erësira, të filloj shkëputja graduale me armikun. Fillimisht me skuadra, me toga, me kompani. Pasi të shkëputjen të kalojnë shtëpinë e armikut. Atje të sulmojnë maksimumi me grupe dhe me toga. Jo më tepër. Kaq, se ne na kishte ndihmuar shumë ushtria, se të thua s'ka ushtri, s'kishte ushtri, kur vetë Gjermania na kishte 120 telefona satelitor, fakse dhe radio dore. Dhe po të ishim ushtri, rokopuj, kujt me kriminalëve do repin. Dhe dërgua me faks, këto të gjitha zonat operative kishin edhe telefon satelitor, edhe faks. Edhe u anisëm në faks këtë, të gjithë këthem përgjigje e morëm, dhe këthem përgjigje do fillojmë në zbatimi urdhët luftarak. Më thot mua Bislimi, dhe vam të hani mëngjes, s'kishim nga akoma mëngjes. Ham në mëngjes, vam të hanim, se në atë dhomë që bëjmë mbledhje atje hanim, se qenë të vëllë në gjatë. Ajo që edhe mbledhjeve dhe menzat gjitha. Në një shtëpi një kasë që me 2 dhoma i guzhim. Më thot mua, më nxjerr jashtë, më thot, o shpëtim. Mirë the ti, edhe vendosëm, edhe mirë bëm që kaluam luftë partizane. Po, Sërbi po mori Kosovën qendrore. Mbaroi Kosova. Kush është Kosova qendrore? E më tha, kjo Krajinë. A ishte vetë nga Kosova qendrore. Po i tha, që mendim ke? Do kalojmë në mbrojtje. Se, do organizojmë mbrojtje në Kosovës qendrore. Me çfarë? Me forca zonës 2, se zonën 2 operative ka këtë dha. Po, i thash, po mirë, si do na e bindesh në ti? Do të binde, është domosdoshmëri. Që është domosdoshmëri e mora vesh. Se pozicionin, më binde i thash që Kosova qendrore, pozicionin saj ishte tepër strategjik. Dhe që nga kështjell. Dhe po morë kjo kështjell, u binde edhe që merret Kosova. Mirë, thash, po, do të bëj pyetje, se duke folur ti, thash, do me lindin pyetje. Do të bëj pyetje, kështu që mos ma merr për keq. Jo, thot që, pse të mora me vete, tha, e po mirë dakord. Vam atje, u mblodhen, fillon pyetjet. Po fillon nga mua. Po kjo. Gjithë shabi atje mbledhi. Dhe më në fund, u bindën që duhet kalojnë në mbrojtje. Tash do ri pyetje, do ri njëri, po kjo Ademi, bëri pyetje. Mirë, kush do drejtoj këtë betejë, këtë mbrojtje? Se të tjerë do shpërndajnë, po këtë këmëret. Unë thëmë, shefi shtabi, Bislimi. S'foli Bislimi, që dakord. Po këtha luftën kush do drejtoj? Shefi shtabit. Si the? Edhe betejën e luftën, po ndaj na ka furnizuar Gjermania, i thash, që kemi aparat në mjetet e komunikimit. Edhe si të jesh këtu, si të jesh në Drenicë, si të jesh edhe në Prekazës, njësoj drejtoj lufta. Edhe Bislimi tha, dakord, tha, po unë dua me vete, tha, Drinin dhe shpëtimin.
u kryua një shtab operativ. Tani, herë parë një veçori e tillë që të kryhet një shtab operativ, i cili del mbi shtabin e përgjithshëm. Vende komand, sepse do të dimi gjë. Në Kosovë pas hyrjes NATO në luftë, kemi 2 luftra. NATO lufton kundër Serbisë, Serbia lufton kundër neve. Rasti rrallë që ndodhin kështu. Sepse ndodhi këto, mbase do kemi kohë ta shpjegojmë. Dhe dakord, u vendos të dhe ndajtëm, pasi u mblodhëm, u vorë kështu, atëherë i ndam, kush do vej në shfilan zonë operative, ndanë shtabin e përgjithshëm dhe në antarët e shtabit përgjithshëm pranë zonave operative, të cilët atje do merrin detyrat siç do ipim neve me faksi ose me radio. Edhe kështu i organizuam betejën mbrojtëse 12 ditë. Neve ishim fillimisht 6.000 veta, pastaj u fuqizuam në erdhi 2.000 forca nga zonat para operative, pastaj në erdhi populli. Unë e dija teorikisht ç'është lufta popullore. Atje e pash. Edhe fëmijët ecin në këmbë, vinë thoshin po ç'do bëj. Nuk ju dinin pushkat që ju jepnin njerëz. S'kishin. Por një pjesë kishin fshehur armë dhe vinin me gjithë armën, edhe me çift. Dhe u bëm kati 10.000. Nga 6.000 ishim, u bëm 10 a 11.000 veta. I përballuam 15.000 forca që na sulmuan. Dy brigate këmbësorie, gati një divizion. Na sulmoi. 12 ditë dhe më në fund u troqe me erdhëm në mal të Berishës. Atje ku kishim shtabin e përgjithshëm. Dhe institucioni që edhe Radio Kosova Lirë, që edhe Agjencia Kosova Press. Dhe u mblodhëm në shtab përgjithshëm. Kur vam atje, neve si thash, vam 10-11.000 forca, erdhen rreth 150.000 banor, bashkë me ne u troqen gjithë këto 100 fshatër, që ishin fillimisht brenda perimetrit mbrojtjes, erdhen me ne, u troqen bashkë me ne në popullsia. Dhe ishte të binde një predh, vriste 100 veta, një predh artillerie. Ama kishim 2 ditë pa ngrënë bukë. Por interesant, në kohë lufta bënga dhe dimra të mëdha. Nuk pushoj shiu 1 sekond, të 12 ditët. Edhe herë borë e herë shi. Dhe ishim të requr atë ditë në këmbë duke luftuar vazhdimisht, një të reqje shumë e organizuar, me luftime, me kundërsulme, të riku kundërsulmo, dhe populli kishtë marrë me vetëm plasmase, asnjë tjetër. Unë vajta të haja një pashet në kuzhinë. Dhe kur dolen në pasheta, vjen një ushtari më thotë, haj se të kërkon shefi në mbledhje, se kemi filluar mbledhjen. Tani kishin ardhur gjithë komandantë të brigadave të zonës së parë operative. Komandanti i zonës Tahir Sinani, që ishte nga tropoja dhe ai oficer, ai merrej me sigurimin e mbrojtjes, vizë mbrojtjes. Edhe Kadri Veseli, edhe Recep Selimi. Nuk i gjeta në këtë mbledhje do bëjmë tash në shtab përgjithshëm. Ku janë këta, u thash, janë duke organizuar mbrojtjen. Edhe vajta unë aty. Po kur veja, dëgjova një bisedë fëmije që i thoshte nënës. E kam shkruar këtë. Qanë sërbet? Armiqtë tanë keqë. Ndalova. Po si të bëjmë? Ka dalë babi bashkë me shokët. Do i vrasim sërbet. Sa rojt. Vajta, gjithë dhomat të kishin zënë nënat me fëmijë. Dhe ne mbledhja bëjmë në korridorin e kësaj dhome, shtabit operativ. Dhe kemi një sop tubi kishin nxjerrë në dritarja e korridorit, edhe mua më ulën pranë sopës që të thasha prapë, si isha i lagur. Dhe sa ula dëgjoj që Drini, që kishën komandant i zonës së parë operative, tani e kishë zëvendësuar Tahir Sinani, e njifte kishën një vit komandant i kësaj zone, e njifte mrekulli me pëllëm, se edhe djalë vëndi që, edhe komandant luft kishë 2 vjet që luftonte. Kishë qenë oficer në luft në Krosis, jashtë do kërë ishtë djali mirë, zotora ja 4 jutuaja, dhe mua më thoshte,
kam një ëndër, vetëm të jem 6 muaj në Akademinë e Shqipërisë, që ta mësoj terminologjinë ushtarake shqipse, e di vetëm sërbisht. Edhe vranë mbas luftës. A ishte Flori, djalë Flori. Dhe kur mbaruan se diskutuari, unë akoma s'kisha folur, u ngrit kjo, u tha, vije pare mbrojtës do kaloj këtu. E u jepte me emra. Vije ditë këtu, komandantët brigatave. Dakor. Ka në i pjete nga ta, u thash, Bislimi? Jo, thanë, kamoni, thash, pse me thëritët? O, këta Shqipëris luftoj me superfuqit, më vëlla. Për e në verin. Ta djojmë. I thash dhe jo, do kalojmë në mbrojtje. Po, thanë, ne sot në mbrojtje, që na kanë ardhur mbi 100.000 qytetarë, dhe një bombë, një predh artillerie të bjerë në vrasë 100 veta, po si, do të qajmë rrethimin sonde. Një nga ta komandant të brigadave, të zonës të parë që këshira dhe, o, Shqipëni, i ke kryt në vete? I thash që kam kryt në vete. Edhe u shpjegova këta, që ne pa qëndrojmë nesër, Serbia do filloj me artilleri, dhe do filloj vetë pa shenjë, vetëm të hitën predhat këtu, që të zhdukemi, Serbia dojë të zhdukemi, në më thash. Jo të ikim në Shqipëri, po të zhdukemi, mos këtë gjallë. Po si, duhet kalojmë se zbënë sonde. Fillom debatet. Bislimi e shikoja në me mikë që e pranonde. E pranonde logjika. Edhe nuk ndarinte. Po, debata me këta, më thot njeri nga ta mua, po ka da lumi mirush. Se u thashë, nga do, ku ta shemë rrethimin, ande nga erdhë. Tha, po ka dalë lumi mirush, më tha mua, di, o Shqipëni, ka dalë lumi dhe ka dalë në shtrati. Nga e di. E më tha, na i fshat ati, i e larë në lumë ti? Që s'kam larë, tha? Do me thënë e jenë në rumi, ati ku njëhë një vahet ati do kalim. Ku është vau ati do kalim? Po se një ti kush do kalim, unë i thash që vika Shqipëria, jam bila gojnë, se së të bëjë, po e të thënë kështu, me ashpërsi, jo, me qësi si shkasim këtu. Edhe pranuan, edhe atëre, Bislimi tha, dakor, do qajmë rrethimin.